Të 22 personat e arrestuar mes ditën e së mërkurës në Tiranë në kuadër të një operacioni kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike janë paraqitur përpara gjykatës penale të kryeqytetit për të njohur me masat e sigurisë. Ata u vënë pranga pas një hetimi disa mujor të policisë së Tiranës, e cila përdori blerje të simuluara për të siguruar prova të pakundërshtueshme mbi përfshirjen e tyre në aktivitetin kriminal. Sipas dosjes hetimore, rrjeti i shpërndarjes së drogës ishte i organizuar dhe i shtrirë pothuajse në të gjithë territorin e Tiranës. Mes personave të arrestuar ndodhet dhe një ish ushtarak, Dylber Aliaj, për të cilën prokuroria ka dokumentuar rol aktiv në tregtimin e kokainës. Në përgjimet dhe provat e administruara rezulton se aktiviteti i tij u zbulua pas bashkëpunimit me një person të identifikuar si Astrid. Në komunikimet mes tyre, ky i fundit e pyet për cilësinë e lëndës narkotike, ndërsa Aliaj i përgjigjet se droga është e mirë dhe se konsumonte edhe vet. Hetimet zbulojnë se lënda narkotike transportohej në mënyra të ndryshme për të shmangur dyshimet. Në disa raste përdoroi taksia ku droga shpërndahej nga ulësimici, ndërsa në raste të tjera transporti kryhej me motorcikleta, shpërndarje e picash të kamufluara me logo brendi ndërkombëtar të drejtuar nga Erdison Gjella. Sipas policisë, droga shitej kryesisht në zonat e frekuentuara si bloku Kamza La Praka, Selita dhe Tiranë e Re. Shpërndarja bëhej në lokale, tabakino, mjete taksi apo në petkun e shpërndarjes së porosive ushqimore. Nga operacioni u sekuestruan rreth 500 gram lëndë e dyshuar narkotike, kokain, 10 kg kanabis sativa, 5 automjete, 20 telefona celular, 6 peshore elektronike dhe rreth 3.000 euro cash të dyshuara si përfitim nga aktiviteti kriminal. Ndërkohë, policia ka shpadur në kërkim edhe 6 persona të tjerë të cilët dyshohet se janë pjesë e të njëjtit rrjet shpërndarje. Hetimet vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë dhe dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale.